Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahun e falenderojmë. Hadithin e sotëm e transmeton Ebu Hurajra radhiyallahu ta'ala an, i cili thot: Tumitul edha anit tariqi laka sadaqa. Të largosh një pengesë nga rruga, të llogaritet ty sadaka. Çto përfundon ky hadith në këtë transmetim. Kuptimi i këtij hadithi padyshim që nuk është i panjohur, edhe nuk ka çka komentohet për t'i dhënë kuptim diçka e çasmerat e vesh, për arsye se është një udhëzim profetik i cili flet për një veprim shumë të thjesht, shumë të përditshëm, shumë të që realisht njerëzit ndoshta edhe nuk e vlerësojnë shumë, po megjithatë hadithi është dëshmi se njeriu besimtari çfarë do të bëjë në jetën e tij, e që mund të llogaritet se është punë e mirë. E puna e mirë nuk është thjesht vetëm i bë dikujt mirë, po nganjëherë edhe me larguni të keqe është punë e mirë. Atëherë këtë Allah i madhruar e llogarit sikur se me pas dhënë sadaka. Gjithsesi, ky kuptim e thash nuk është i panjohur, ka ardhur edhe në hadithe tjera, ka ardhur edhe në transmetime tjera, janë të njoftuna edhe ato, për shembull hadithi që flet për një lloj borxhi moral që e qet në pah të besimtarit, kur thot se për secilën nyje të trupit besimtari duhet me dhënë sadaka. Edhe kur t'i bëjsh hesab nyjet e trupit dalin me qindra, thojnë 360 nyje i ka trupi. Dhe për secilën me dhënë sadaka, me konë ato vetëm nga 1 cent, janë 3,60 € që duhet me dhënë çdo ditë, me llogarit se janë më shumë, atëherë hesapi del kogja më i lartë. Po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtu kur e përmend sadakan për secilën nyje të trupit, tregon se nuk është patjetër sadakaja me qenë materiale. Ka edhe gjona jo materiale të cilat llogaritën sadaka, edhe aty pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përshkruan plot sene të cilat hyjnë në këtë temë, sikur se është do të thonë me i pajtu dy njerëz, ose me i ofru këshill atij që ta kërkon këshillën, ose me ja treguar rrugën atij i cili nuk e din rrugën, ose plot të gjëra të ndryshme e që pastaj secila prej tyre e zën vendin e një sadakaje të cilën eventualisht dikush kish mujt me dhënë nga pasunia e vet. Në fund të këtij hadithi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tregon se 2 rekat të duhas domethënë e plotësojnë gjithat lloj borxhi. Këtu e kemi, domethënë këtu përmendet, në këtë hadith përmendet edhe largimi i një pengese nga rruga. Një diçka çka do të qoftë, një mbeturinë, një gur, një therr, një ram, një çka do të qoftë, që ja uzën rrugën njerëzve, pra edhe ajo hyn në radhën e sadakas. Hadithi tjetër është hadithi i cili flet për degët e imanit. Hadithin në cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon se imani, besimi jon, manifestohet në format ndryshme. Na të gjithë e dim se imani është edhe me besu me zemër, gjithsesi, edhe me dëshmu me fjalë, po edhe me e konfirmu me vepra, e aty pastaj në të gjithë këtë tërsi, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tregon se i ka 60 e disa ose 70 e disa deg, e që si deg ato nuk janë të njëtrajtshme, nuk janë të gjitha të njëjta. Disa janë më me vlerë se disa janë, nëse do të bënim një listë të atyre degëve dhe manifestimeve të imanit, do të dojmë i përmend disa më lartë, disa në mes, disa më poshtë. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtu na e jep një shembull prap interesant kur thot më e larta e degëve të imanit është fjala ose dëshmia la ilaha illallah. Ndërsa më e ulta është largimi i një pengese nga rruga. Dhe thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe turpësia ose marrja, që me ardhë marrë njerit si virtyt që është, thot edhe ajo është degë e imanit. Këtu e kuptojmë në rrugëllazën se
njeriu nxitet mas shumte edhe diçysh shpirti i tij ka qef me bo mirë. E ka një pjesë të shpirtit në të cilën anon ka ofrimi i mirësisë për të tjerët. Me e bo një veprim, se sadakaja zatën që kja është, me e bo një veprim cilët ja shohin hajrin tjertë, shumica e njerëzve, ose në shumicën e rasteve, kur thuhet sadaka, nënkuptohet me dhonë diçka prej pasunis, diçka materiale, pare, veshmbathje, ushqim, çka do të qoftë, për cilën tjerët kanë nevojë, edhe prej cilës njerëzit përfitojnë edhe i ashohin hajrin. Por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë nuk e kufizon vetëm në përfitimin material të nevojtarit. Me i dhon ushqim, ose me i dhon tholla, ose me i dhon kështu, që është gjë e konfirmuar pa dyshim. Është e konfirmuar se ka vlerë, por ky hadith, sidomos ai hadithi të cilin e citova në fillim, ta largosh një pengesë nga rruga të llogaritet ty sadaka, ky hadith e dëshmon se nganjëherë edhe një gjë të cilën ne nganjëherë e bëjmë me vëmendje, nganjëherë e bëjmë pa vëmendje, nganjëherë e bëjmë me njet, nganjëherë e bëjmë pa njet. Për shembull, tu hec rrugës, diçka ta ka zonë ty rrugën, e largon. Mundet me kona i motivi jëtë në qast, pse mu ma zuni rrugën, unë po e largoj. Pse e paskalon dikush ku se ka venin, prap unë po e skejoj, ose po e qes dikun ku nuk e ka venin, me gjithat e një pjesë njerëzve harrojnë se edhe prej këti veprimi, edhe prej këti angazhimi, mundet me fitu shumë sevap. Ka ardhur në një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për me të regu se sa i malë mundet me konë sevapi i largimit të pengesa nga rruga, thot ka qenë një njeri, një burr, duke kalu në një shteg, në një rrugë ka kalu njerëzit në kam. Edhe duke hecë ngatrohet me një deg të pëmës, ose ngatrohet me një therë, ose me një deg të shkurës. Do thonë diçka të hecë që të prekë, mundet me të grith, ose mundet me të grith teshat, ose me të qky, ose kështu me radhë, edhe ai duke kalu e sheh se çajo po pengon. Edhe e merr edhe e shkurton atë deg. E shkurton atë deg, ama ky tash e bën me një njet shumë konkret. E ka shumë të qartë çka po bën, edhe pse po e bën. Thot, vallahi, thot, çka që po më pengon mu, s'ka me më pengu as mu, as dikujt që ka me kalu këtë pare. E merr e shkurton edhe e largon atë pengesë prej rruge, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke e komentu çdo veprim. Thot Allahu ja falit gjitha gjunahet që ati njeriu. Ose Allahu ja mirënjohu mundin edhe angazhimin, ja pranoj mundin edhe angazhimin që e bani, cila do të tjetë prej premtimeve profetike në këtë aspekt, e shohim sa ai burri ka fitu shumë. E ka fitu shumë prej një veprimi të cilin shumica e njerëzve edhe nuk menojnë se e kanë bërë namin. Edhe vetë kur të bësh një veprim të këtill, nuk do këtë se e ke bën ndonjë vepër kush e di sa me vlerë, megjithatë të unis prej atij parimit se njeriu çfarë do të bëjë mirë, ka me përfitu prej saj, por edhe çfarë do të bëjë keq, eventualisht mundet më përballë me pasojat e saj. Atëherë shohim se kur gjo prej mundit që njerëzit bëjnë, nuk humbet, mirë po sa ma i madh tjetë përfitimi në këtë rast i komunitetit prej atij veprimi, do më thonë aq ma shumë do tjetë edhe përfitimi në aspektin e sevapit të kryerësit të atij veprimi. Këtu të ky hadith edhe të këto porosin në këtë temë, e vrejmë edhe vlerën e ruajtjes rregullit edhe të ambientit. Pra largimi i pengesave prej rruge, sikur të respektohej si porosi, si preferencë, edhe të aplikohej prej shumicës së besimtarëve, atëherë ambientet ku ne jetojmë do të ishin shumë më në rregull edhe shumë më të pastërta se sa janë. Prej kësaj do të më e kuptua edhe një gjatë tjetër me cilën po du me e përmbyll, e ajo është nëse me largu pengesa prej rruge, është sevap, atëherë do të me pas kujdes prej të kundërtës. Me qitë pengesa në rrugë, është gjuna.
me lënë gjona ku se kanë vendin. Le të jetë ajo një mbeturin, një letër, një diçka, ose le të jetë diçka edhe më e madhe, domethënë, nëse largimi i pengesës prej rrugës është sevap, atëherë qitja e pengesave në rrugë është gjuna, edhe me këtë besoj se rregullohet një veprim shumë interesant i besimtarve. Allah i madhruar na drejtoftë, na udhëzoftë, na mundësoftë që këto porosi profetike me apliku në jetën tonë ashtu që është mas miri. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.